Në mbrëmjen e vonë së dielës, takimi i E3 me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky përfundoi me deklaratë të përbashkët me ton të prerë, e cila përcakton 5 pika të qarta, drejtuar si Vladimir Putinit, ashtu edhe Donald Trumpit. Në Londër, kryeministri britanik Keir Starmer, presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Friedrich Merz dhe Zelensky kërkojnë përfundimin e luftimeve. Për këtë qëllim, Putini duhet të pranojë një armëpushim të menjëhershëm dhe të plotë. Vija aktuale e kontaktit, pra fronti i luftës, duhet të shërbejë si piknisje për negociatat. Ukraina duhet të ketë garanci të forta dhe juridikisht detyruese të sigurisë pasi të hyjë në fuqi armëpushimi, dhe kjo përfshin vendosjen e forcës shumëkombëshe për Ukrainën, dërgimin e trupave toksor pas armëpushimit, ide e përmendur disa herë nga Macron në kuadër të koalicionit të vullnetarëve. Asetet ruse do të mbeten të ngrira derisa Rusia të ndalojë luftën e saj agresive dhe të dëmshpërblejë Ukrainën. Interesat e sigurisë së Evropës duhet të ruhen. Çdo element sigurie që lidhet me Bashkimin Evropian dhe NATO do të nënshtrohet miratimet të BE-s dhe shteteve të saj anëtare, se dhe aleatëve të NATO-s.